Të nderuar qytetar, sfidat energjetike janë të përbashkëta, tonat, të rajonit, të Evropës. Zgjidhja e tyre kërkon një qasje të përbashkët, planifikim të përbashkët dhe veprime të përbashkëta. Kjo është pikërisht arsyeja përse ne bashkohemi përmes mekanizmave të tillë siç është Komuniteti Politik Evropian, të gjithë së bashku, për të arritur një tranzicion energjetik, për të siguruar zgjerimin e Bashkimit Evropian, për të mbrojtur demokracitë evropiane nga agresionet me të cilat përballemi. Prandaj, kisha nderin të marr pjesë së bashku me kryeministrin Kovacevski në samitin e kryetarëve të shteteve dhe qeverive të Komunitetit Politik Evropian, i cili u mbajt në Kishinau të Moldavisë. Përpara 47 liderëve, para forumit më të gjerë evropian, ne përcollëm përvojat dhe masat tona përmes të cilave u përballëm me krizën energjetike dhe që na pozicionuan si qendër rajonale të energjisë së gjelbër, por edhe si lider në diversifikimin dhe transformimin e energjisë. Macron, Scholz, von der Leyen, Michel, Metsola, Zelensky, Rama, Vučić, Milatović dhe shumë të tjerë. Të gjithë ata na japin mirënjohje për atë që kemi arritur deri më tani dhe për të qenë shembull i një vendi që zëvendësoi izolimin me përparim. Dhe tani, të gjithë miqtë tanë evropian presin që ne të marrim përgjegjësinë maksimale për vendimin shtetëror që duhet të marrim në periudhën e ardhshme me ndryshimet në kushtetutën tonë. Është qëndrimi i përbashkët i të gjithë miqve tanë se me këtë do të bëjmë një hap tjetër domethënës për prosperitetin dhe për të ardhmen evropiane të gjithë qytetarëve të shtetit tonë. E ardhmja jonë është në Bashkimin Evropian. Nuk kemi alternativë tjetër dhe nuk do të kemi. Aktualisht jemi në rrugën më të mirë dhe më të shpejtë për atë që populli ynë meriton. Prosperiteti, mirëqenia dhe e ardhmja e sigurt. Evropa është shtëpia jonë.